O lungo, po vit njeri dhe e bosh atje në Rio de Janeiro, vlla. Po. Ma shumë mirë. E Gjoni pa imbella. S'ka flet o Gjimi, jo, fare, do thy rekordin sot lungo, nuk ka flet. Me qa po shof unë, nuk është se je keq, prap, nuk është se duker që do me flet. Të gjo pata. Unë mendoj se Jorko nuk ka shan 3-36 orë në live pa fjetur gjumë, se besoj. Jorko dhe mytë rakia më vlla, qa thuti? Jorko është drasat kanë vlla. Mi gjo me këtë mishën edhe me ato syzet ke dalë super, mishë, për zotin, super fare, super. Më shkojnë vlla? Po për zotin, qkon, po si ka dalë me këtë mishë, me këtë syzet, super fare. Bo qa bo bire. Qemali, thot ky, po qa Qemali? Tani vlla, Jorgo s'ka ta kap, jo me ndej zëtot njeri të utrujt zoti, va s'le Jorgo vlla. Jorgo me zi jetën e, unë të thash me zi qoka krevati. Jorgo me zonë ngre vetë, breket e vetë, ati thu Jorgo vetëm shtrirri, e ke pati lunga, vetëm shtri. Po qa Jorgo? Jorgo s'ka fuqime pjerdh, jo ma. Qa leq Jorgo? Unë jam grem, do ma grem, që e grem. Unë po të shof ty, as syt nuk janë s'kujq fare, ti e grem të vlla. Dhe që ta din këto që s'ke pi as kafe. Jo, kësa pi kafe, kësa mbyll tani unë. Po. Po e bukra se njerëzit nuk besojnë vlla, nuk kuptojnë dhe këta s'marrin. Duket Robi kur ka pi kafe lungo, duket Robi, pa merak. Po kjo më shumë ditë më isi se kuptojnë vlla. Edhe kur pi kafe nuk tahet ushqim o lungo. Maja, erdhi Maja lungo, nga Suedia. Maja nga Suedia, Maja humor dyre. Humor dyre, bro. Po Gjoni kyç pia koleti Gjoni gango. Hajde Gjoni futu. Gjoni është ai shoku që ka net me ty Suedip duket, apo jo? Gjoni mirë. Unë jam grenza. Ta falë zoti, ta falë të. Emër bab. Dale sa orë ka bërë ta shorë cikë, vlla. Kam bërë tani 16 orë i pusha tani, vlla. Ba, në orën 3 ca ka mik umram. Qa thua, vlla? Po, nga ty. Ja, ato si ky kështu është vetë, është aktiv lungo vlla. Është aktiv lungo. E bukra e di qa është vlla? Shumë ka bërë dhe pompa sot e kërzema Ternator në sot. Ti më gjujtë në aviona, balena, e pedi? Nuk e kam pak të avion, qa ore? Plasi sot vlla, ka gjujtë nga $200, po. Bravo, ja shtov zoti, bravo. Me gjujtë në aviona se kërzema Michael Jacksoni bëra pompa. Po qa ore, mas orës 3 thuti? Njëse. E baj mend, nuk e baj mendorën të kam, vlla. Mirë, derë ku kam netu s'kishe aviona. Unë Jorgon e mbyse, vlla, unë e qoj 50 orë, shofë. Qa Jorgo thuti o del Diablo, Jorgon e mbyse dhe mbyse ka me 50 orë për të të do 36 orë, vlla. Për ndajri të prapë. Ti bëj dhe pompa tani tu, vlla. Jo, e di që bobolesë sa hëngë, prit veti pat, shkoj sallomi mbarkje, duro. Ande futu një tërë këtu, vlla, futu dritare, vlla, sa më shumë. Vetëm mos i thoni lungës që di më shumë se ty, atë ke. Vetëm mos thoni dim bej, nuk e dini, vlla, unë nuk njoj i dini tëra, na lini rasa. I dini Kolumbin, na aman vetë na lini rasa, mos bëjmë inteligenta se na lini rasa.
No conosco nessuno. Nuk mi intereson, i dini tëra unë se di, tha. Ai di unë. Lui zoti. Nuk intereson. Ja, e the shumë bukur e Durrësi, e the fiksën, tha. Hyni vetëm bëjmë një muhabet për gallat, kaq. Po, mos ta bëni muhabete. Jo, unë e di qa bëhet aty. Ama... Qeka për drek marrë qami. Po. Hatë një dreke vla, ne rrim të dhe lungo vla, dhe këtë do e tjekë sot. Se unë i futa salam vla. Do thym rekordi sot vla. Nuk do t'a thyr vla, një jetë kemi, ne kemi ndej rrugëre, nga metu rrugë 4 dita vla në Athir, kur i ka në Greqi. Në Greqi nga Mali, a? Nga Mali ere, kam len leshta vla. Më falë t'i fus një shkarki vla, pa e që i zëri vla. Vazhdo. Përshëndetje. Ku je kartelo t'i Zvecja vla. Qa bën mare? Do thyr rekordin e Jorgaqit vla. Po qa rekordin, se nuk e mora vesh? Ne Jorgo të skitoj mua, unë e dhe para Jorgo. Zimje Shari, shive këtu Zimje Shari. Ky është ai do thyr. Jam të pjace diamante. Ku shite Smeralde, topa Smeralde. Ja ndjekim lugon. Po e ndjekim se robi mirë më t'i Gjoni është pozitiv. Po normali. Tosi, eci, mor Gjoni. Qa ke bërë në gjalla? Ish për zotin, ta një sarda në puna. Jo do thyt rekordi sot ere, 2.50 orë, jo 36 ere. O e një qonë, të sagu do thyt rekordi sot, jo miko. Do thyt rekordi sot lungo, do rrit. Tani u bëra Grenzo vlla, tani jam kështu vlla, tani më doli. Lungo, qa ore ke hyt dje me orën e Shqipërisë, më duket ora 8 apo 9. Unë baj mend që tani kam bërë 16 orë, po ju në 17 vlla. Okej. Shikon të live, e sa orë ka live. Po. Inshallah s'më digje telefoni vlla. U të në një soper, frigoриfer, gridhje. Qoni në i leke quna, ju gango që keni leke vlla. Po dojtë telefonin a morëm qavla, na qoni në i telefonin. Po, duhet i telefon tjetër. Po mu dojtë, po e kam një tjetër unë këtu pa e që ki lodhur ky. Duhet një Samsung lungo. Tani ky Area Aliasi, ta që taftoj një këte kushesh nuk e di vlla. Aren Saliasi, thot. Po, si e vlla. Alo. Po vlla. Paska internet vlla, nuk paska internet. Nuk ke internet vlla, Nuk ka internet mi. Nuk paska internet është për ndajmë live miqve tonë tyre që gjujnë fort të lungo. Quna po jeti qik me like are vlla. Përse sot do të arrit 1 milion like unë si beri njeri vlla. Po jeti qik me like vlla. E qik problem dita se nga që hapen TikTokat e tjera Durrësi, vinë tjerë sa të mëdhenjë dhe shpërndajen njerëzit, e kupton? Normal. Edhe është vështimi i marrë lajkat, e kupton? O lungo, kur do i kësha ndevre? O vlla, unë tani kam mendje këtu vlla, kur do biletën e bëj me sekonda unë. Tive vlla jem, shive i shala, po ta bojnë i shala do zoti, hajde më. Qa keni bërë një ti Durrësi ike me avione ke apo me makina? Nesër ikim lungo, qy me mjes, nesër mjes iki vllai. Me avion. Do rjet 2 java ne lungo, pa ne kërcet rakijat kam vlla. Falë se po pinë cigare, s'duhet tali shenja vlla. O Gjoni, qa feta një ka thuet dia vlla? A hiq, shumë fëtot, pun, qa djetë këtu? A ty të hapë Suedisi, Stockholm, ti e di. A ty të hapë buba vlla, 2 minusa vlla, tani sa është aty? Po, ti është aty në Suedisi për ti. Po qa bëhet aty vlla, aty tani është erësir kompleta vlla. Po unë që erësir është për zotin. Ersin është, unë jam 16-17 vjetë këtu. Ka një miku tim që rjet në Göteborg. Ku ka aty ti kanë zari, nuk ka vlla. Kam jetuar unë dhe një dhe bëri. Jo, Göteborg. Göteborg, po, kam jetuar. Pa zoti vlla. O Durrësi, po të shandej Suedi të kisha lënë leshtë për fabrika ande on vlla. Fabrika punon atë lungo. Ky miku im lungo që është aty, ai plani bis, ai është Suedia i lungo.
Edhe ai ka biznese vet daja atje, ka biznese vet shumë me punëtor, me bojatxhi, me gjojna. Pa ajo ka lek vlla, po të kesh kompani kështu po bën lek të madh atje vlla. Po kompani super. Shumë ftohtë të gëja në atje duhet është ai, edhe ai më duhet në gëja, në Komping. Afër Göteborg është ky në Kompingu, gëja. Jo, atje është edhe ai. Ai që thëmë. Suetin Mars del dielli valla. Aleksandr Sile. Diell tani s'ka më diell në behar, po. Bajte Alex, Marsi s'ka diell akoma. Jo, afër Stockholmit ajo. Okay. Nuk po Okej, nuk e di ku është ai më. Midis Stockholmit dhe Göteborgit. Është afër Stockholmit. Okay. Nuk e di sa daja mu hajde atje më tha mu, po I thash tani nuk vi mu sa ti është ersin tani, rofto. Me ik me vrap, gjo mua Suedia është vendi i egër, ofna tha buba, për zotin. Mirë, e di, Lungo është vendi i egër, po qa më tha mu daja, më tha është vend social shumë Lungo. Qa social atje s'bën jetë farë Jo, por të kuptoj, sociale kanë fjallën për ndihma, për fëmijët, për familje, dhe është veni mirë sa. Nuk I dua fare ndihma, nuk I dua fare valla. Po mi më si do t'i doj imër burr. Olla. Më Lungo. Ti valla. Mirë si jete, veç për përshëndetje. Na kemi valla. Ja lushnjë. Po zonë. Na fut dritare sot Aleksi, për të fusim Aleksin valla. Po Dërsi, po ti ku jeton Dërsi? Unë rri Gjermani, Gjoni. Po më kap gjumje. Leipzig. Qa qyteti? Leipzig. Leipzig, po. Punova isha pa dy muaj, punova në Gjermani. Po nuk është me Gjoni, gjithë këto vendet e vlla, e ftofta s'janë gjë Gjoni, në orën 3 fillon të rësine tu Gjoni. Dursi, të tregoj diçka për vendet sociale vlla. Pa. Suedia vlla, ka lek vlla. Po Suedi vlla tikën jetën për trena. Të do të jesh robot. E di që gërët kam vlla, lartë në gola. Suedia ti mund të marrësh 3.000 euro apo 2.000 euro. Pa. Po në Suedi vlla, ti nuk e jetë vlla, nuk ka jetë, tikën jetën për trena. E di e sa ka thonë veta e. Nuk del do të hashin drejt, hashin osh, I shishe vese pi do të bën $100 Po Lungo, ky Lungo ka gati 20 vjet në Suedi dhe ka hap to firmat që vetë kështu kupton dhe ka ble Lungo 2 shtëpia, 2 vila atje dhe ti Lungo ka ble edhe kështu që del me varg. Po kënohet që dhe Lungo, kupton, po në kuptimin e fjalës prap thot që nuk e du. Po, jo mua Suedia, suedezët janë 3 muaj dalin nga Suedia, ikin jashtë, rrinë nga javë në shtete tjera. Nëse po rrinë aty të shmenë. 2 herë në vit u paguan shteti. Po jo 2 herë, ata dalin 8 herë valla vetë. Po kupton? Mirë, po 2 herë u paguan shteti I lekët si në dalin. Për të hequr stresin. Njerëzit tonë sociale pa ti ka depresion total, në Dursi e kupton ti? Kuptoj vllai, kuptoj. Ne shpjegoj unë. Është tot valla bie si ti kanë mendja, nuk e që do atje, është shumë e vështirë Suedia. Po Lungo, ta shpjegoj, ti kush ke mbledhur Suedi Dursi? Suedi kanë shkuar të gjithë azilantët nga Afrika, ata thonë zë Amerika se janë mësuar atje se I jep shteti qyr çdo gjë. Nuk ka Suedia, o shoku. Suedia kanë ardhur nga Greqia, 80% e shqiptarëve kanë ardhur nga Greqia. Ato vendet Edhe nga italiane, mos I largoj italiane. Edhe ai e thot këtë gjë. Edhe ai e thot të gjithë të lopët nga Greqia mos t'i ofendojmë, kanë ardhur atje se s'kan pas punë në Greqi, s'kan pas gjëra Terezi. Po, kanë pas letra greke, kanë shku atje. Edhe pra punojnë me grek, Lungo. Edhe këtu. Po, ja venda. Nuk e që do jetë në Suedi solla se të merë jetën. Të gjithë ata Afrikanë, Turqi që janë atje po presin pensionit janë vafi, no vllai, disi ta njëra kenë mua.
Unë me si po presa i talë pension të shtuke më tha. Mi gjë, ja ku er Gjoni këtu, ma tha se fola se unë flas për ditë ma të, dhe më tha këshu, Suedia vlla, pas ka nxjerr një ligj lungo, tani e kanë nxjerr këtë ligjin, fuqim duhet këtë vit, që ato që kanë letra suedeze, nëse duan të kthehen për shembull në vendet e veta, i jip ka 30.000 euro për kokë Suedia vlla. Po, e sigurt, po e ka bërë këtë ligj. Bravo, ma tha, shef, ma ka thënë 30.000 euro për kokë. Ai tha, unë tha, jam 4-5 vetë, tha, familje, nga 30.000 euro për kokë, i Shqipëri rrisi bëb. Po. Po pasaporta nuk vlen 30.000 euro, pasaporta suedeze. E di më Gjoni, po sa do roja i më Gjoni, se ai ka bo, më shme fmitën, tani ai nuk mendon më për vete, për fmitë dhe ai të rri Shqipëri për qef. O, Dursi, problemi e 30.000 euro për 5, sa i bie më vas, janë shumë lek. Po, Gjoni, ka bledhë 2 vilet ai, qese o 2 vilet atje vlla, ashtu është më rregull. e di si jeton Shqipëri pësaje? Ore, në Shqipëri të mbaroj lekët të shok, nuk ka shaka në Shqipëri. Po Gjoni, po ai ka firmën e vetë Gjoni, hapa dhe Shqipëri, ai ka bërë ato i ka disi e ngënë prapë. Dëgjoj mua valla, Suedia është për njerëz hallerxhi, jo Dursi. Nga si Shqipëria valla, të kesh lek ku jetohet Shqipëri, palla riu valla në Shqipëri, bën palla riu ha mish, ha peshk. E di vlla jo. Me pak lek ha qofte 2.000 lek me i tekera. Një gjë vlla, unë për hallëve tjera kisha probleme, nuk kam shkuar do Shqipëri, po unë me zor po pres, kupton vlla? Dursi dëgjoj pak valla. Kur isha unë në Suedi, kur nuk them në Shqipëri, unë rilinda valla, se më kapi depresioni në Suedi valla. Ha dilja nga depi gjoja për peshk. Unë isha i lumtur, e kupton valla? Po, normal. Ta thua të kanë vllare. Mira, e di si është e mira të bosh i 2 lekë, kupton ta vesh 1 lekë në javë. Nuk bën dot lek në Suedi, është shumë e vështirë të bësh lek në Suedi. Po. Të bësh punë lek krau. Mirë. Ti llogarit ai fiks që të mos më letë problem. O tosi. Kur je me letra. O tosi s'pon kupton, Shqipëria është për njerëzit që kanë lek, o tosi. Kush ka lek jeton si mbret Shqipëri vlla. Jeton si parajs, i ke të gjitha. Atë o lungo, tani më trego diçka, ndoshta nuk e di, edhe Gjoni duhet ta di. Mund pa thonte ai Daja që atëre në Suedi marketet nuk kishin as punëtor, sa që njerëzit atëre i leshin lekët sa bonte për shembull buka dhe meshin kusurin vet aty, nuk kishin punëtor markete. Po pertoni këtu valla. Ke dyqane këtu, ke dyqane të tillë. Po. Ke dyqanin shumë vezët, edhe këtëse dhe vezët e fshatit freskëtat, kete t'i bëjën gati ata atje dhe të shkruajnë sa lekë bërë, vetë lë lekët edhe merë vezët edhe i kërë shpi. Bravo. Mirëmëngjes gjithë. Përshëndetje. Ti kalon. Të këthe nga ne mëngjesësh akoma. Normal. Që kemi Gjoni, Dursi mirë? Mirë se Mirë se kalova ti. Mirë, ja. Lungës, ka zënë gjumje? Po thym rekordin e Jorgos Kamperati vlla, 38 orë. Jorgo me zor grek brek dhe veta ti thu rekord. Akoma me rekordet i e Lungo, shiko, në gip po marrin tati për lej komar të tjerve. Lungo do ta thyoj qif leja se ka dëshirën vlla. Po o e qif, pak ta qoj 20 orë vlla, se Jorgo ka fill gjumjat një 16 orë. Ti do që mos flesh gjumë ti, më prit një për një 6-7 orë rezistoti. Pastaj s'ke nevojë më. Po reziston ky pra, që reziston oj qif. 6 orë janë shumë. Mua ka dhënë më rruga. Për ja 5 orë reziston ky qif. Për ja 5 orë reziston ky. E po një 2 orë t'i bëjshoj me mik. Se jemi nga tjeri, përndaj. Për 5 orë reziston ky, duroj që i ky. Unë po të rridhe që tani po kap gjumja qif. Shtriu futi gjumjet, se unë kam punë. Ja, ku s'me tani unë. Ja ma qa ku flemo gjumë të di kyre, ma të di që është atyre. Ja i sekundë.
Gjoni që po bënë Gjoni? Mirë, ta një sa ardha na puna, të shpia. Fola që me takun dhije, ku je, ke humbër, më thëmë, ku sa da nuk e dim Gjoni dhe shumë, qa thua ti dhe? Po që me bëj kipe lekte dhe shumë, kush nuk e të do like, kur më takë? Ka thua se na, s'ka pi kafe fare. E mora unë në mëgjes, kur ngrita, nuk vitin ora 10. Po. Edhe i thash, ore na i punë, për zotin tha kam ja 2-3 veta që kam ko me ta, tha kam me shvil, tha për rinovoj. Më tha dhe mëve, se i thash në ore në i bëja gjinë në njëtë, jo me daku, thaj, unë kam hejtë dorë, thaj, po te ishi me dhe kokës i dhe shumë, bëja gjitë ndershme i dhe shë. Po që hajtë nga marsi dhe. Po, atëhera i hapen punën, të fakt. Taj, dinin mars, dinin nëntorë, thaj, më se vritë, pasaj fillon 10 torë, janash, kur, thaj, është keq, thaj. Është keq, po është ftoto, është. Ti e di dhe shumë, ti e di dhe shumë, po më kapa një punë me dorë dhe shumë, se shumë do dhe njëra tjera, më ishin të quna nga balë që nga ishin ata, ditë bashtin të matë, po di dhe shumë, po jo se gjithë thonë këtu di, thaj, po vëshda që qikoj ty dhe shumë, kjo që bën ti, fillon dhe po patinon dhe i hapër, dhe shumë, dilde dhe shumë, fap shpatun ati, njërë aty dolja me felpuna, se thoshin këtu ta kontrollojnë punën, Kur do? Më tha që i duheshin bojargji, në fakt, më tha. I tha jo, në mars më tha muaj. Hajde. Po, pak më vonë. Po, në mars i dheshëm kismet o komari i zoti dhesh. Ka pusa dush, po të kes dhe nodhe i ka pusa dush. Po jo, për bojargji, se këshu më do dhe njerë më një vend, se isha me Rumunun në shkollë lartë. Po. Edhe punonim në atjene në artikullove në tonë bojargjini. A i Rumuni sa ishe 25 vjeç, 26 vjeç, i blazhe me këtë mbjemrene. I thëshe i bëjë gjinve, dita për është të thej, unë mjesha të që unë kam për Rumani, dita për këtu, po, kjelloj një punë pas taj të bënim i dertë blinduar. Sta ke bëra sfollolla, je i ri Allah. Një dertë blinduar, bërë të dertë blinduar i hegurit ati, doli kësi punë. Follow lungë, zë gëzim shtafa. E si përfundim u verifikoj që a ishe cop unë kënë nga më thamoj për këtë punë të. Orë unë kam zanati dhe. Usallar këtu janë mbarën shqiptarët usallar, ba. Jo këtu për në zovë. Rumuna të këta s'ke usallar. Rumunët janë cop. Si punë shqiptarit kur iku në thënjishin në Greqi. Ditë është e gojë me masër atë se. Ma në të të mujnë e si të repisës. Ata janë debela, më dha, nuk është se s'punojnë, se për punuar ka dhe që punojnë, po që janë debela, nuk e bëjmë bëtë punën tonë. Po, normale. O lungo, se thash lingo, o lungo, po për punë e kokës, si ja bo kur të dhem koka ty e vla. S'po dhe me koka mua, ba i dhivja. E di cela ka i dhivja, se po ha hudra. Po vla, ka qenë tensioni vla, po ha hudra. O, lungo, ti mos e ha hudhur kështu, lungo, kaloj e poshtë, mere në Kaloj e poshtë mjes, lungo, direkt 20 pi, 20 pia. 2 vegjel, kaloj poshtë me fellat. Kaloj direkt, mos i ashtu vëdhem për typi. Doli djeli, Allah. Kur do? Doli djeli. Këtë bëjtë lungo, qdo më gjese nga 20 pi hudhre. Ka nga më bukë fare, kaloj poshtë, mos ja ha, se të vinë goja era dasën pëse. Pa. Po litë njërë s'ka gjesat se kam promi se ikën era. Po, aja hudhës. Urdhat mytë për lungo, ku ikën era urdhës. Edhe kjepa do 3-4 orë 5 orë do t'hash maldanos se t'i. Po takoj njëri këtu se kam shumë problem këtë pjesë. Po të një, endro janë të lungo. Bëva ki dalim, që takona jo. Para se të ty rekordin do t'a mendoj njëherë, quna, nuk kam vendos akoma. Qere, që më pësh? Jo, so bej gjohë bo. Gringo. Kjo që ta mendosh? Jo, to mendojmë, se unë e nisa pa plan, la. O Aleksandr, Lunga, po se majtë rekordin, problemi mëllë. problem? Po, ti ke mbajtur. O, lungo, ti ke mbajtur rekord në vende të tjera, çon. Unë kem këtë rekord në kjo që po ti. Rekordi është gjë numrash. Pas ka muzikë Aleksandrot, kam vla. Aleksandro, si e dha? Si ka më zemën? Po sa më pasaj? Si e dha? Se kena pak muzikë shqiptare. Sa ajo është që në të dha? Si të kam? O Gringo, se nuk pranove thot Gringo. Mirë vlla, faleminderit, ti si e vlla. O Gringo, hajde se ta pranoj tani vlla.
Ata futur gringo, po vlla, se pash. Unë hyna vlla, mos mi dhan bezdi kërkujt, edhe mos më shqetësu kërkan. Ty tash unë nuk e di se sa kohë ka që i njeh njerëzit, ka njeh këtë të shok, se çose janë shok tu janë dhe shok mirë. Ne tregoj çik unë kam marrë në shtëpi tane. Përshëndetje. Unë i njeh Je gringo, po. Përshëndetje gringo. Mirë vlla, nga të kemi. Jo. Ka fjerak. Ja një sekond vlla të lutem, o Alex, se po një sekond. O Ilir, fol, se unë hyna vetëm mos me të dhan bezdi, jo me O Alex, vazhdo vlla, ça po thoje? Vazhdo për punën e shtëpisë. Bukë e shtëpia jote vllai, dashtën ti e di shumë bukur, kena hangër bukë bashkë, na kena kanë kalu këtu 20 vjet. Po, i kanë ikë 20 vjet, po. Po, Kurbeti na kanë nda me familjen, me të shtëpisë. Tani ku rriti dhan Milano? Tashi po rri Milano. Jam këtu e kam si rezidencën, po Europën kena në dorë, na gjithmonë. Po çuna, shkurt muhabeti, Aleksi është nga Robiku, çuna. Vule pa politikën pas se nuk do apo janë la. Aleksi çuna është. Prito Ilir, se ke drejt. Come cazzo si chiama sta Lungo. Solo lo devo passare un attimo, per favore. Perché sto Dimmi da me, C'ho un fratello, è uno dei Alessandro, po toja që Aleksi unë kam dënju në Askulli Piceno shumë vite, jemi me familje time dhe kem kaju shtëpi time, kemi ngram bukë. Dhe respekte për Aleksandr. Bravo. Kena ballë shumë gjana të mirë të rrugës edhe të këqija, po. Kemi bërë gjëra shumë, po. Tani pyetja është për ty, çfarë mendon për Lungon ti? Si e shikon? Lungo, unë kam vlla ti çdo lloj hallit. U tashi se i kena marru ca probleme na kanë lënë çiklir. Për ty bëj çdo gjë vlla jot. Ku duhet ti unë përshtypja Pyetja është kjo. Si e shikon këtë ndryshim nga i ku ishim ku vajta dhe ku, domethënë, ku isha me ty, ku vajta ati e di ti ku isha dhe ku jam tani. Po është i çuditshëm. Ndryshimi a di çfarë është, gjëja më mirë, se ti po bën ca gjëra që nuk i patë bë, edhe jeti po atashi për me plotësu, edhe si ajo 7 profecitë, as di çka kanë këta si bën ca film. Gjëja më e bukur po bën ca gjëra që janë jashtë rruzullit toksor. Ta thot një mirëditor nga po bën ca gjëra që shumë vështirë kanë njerëzit me bë. Pastaj këtu në TikTok, ti e di, unë kam një 10 TikTok, po nuk hy shpesh, se nuk hym as për lek as për famë, se famën na e keni, sa kena unë do i marr me veti sa kena, se s'kena famë, se s'kena. Unë për veten time, flas për veten time, mos kam bukë me hangër, po lej qa kush do me ngrit përpjete e ma. Se këtu shef edhe vipa edhe gangstera që sa ishte pa TikTok e pa gjana sociale, një budall na e mashim për çdo shtëpi edhe e fshefshim një budall ne. A kuptove? Këtu dalin dhe budalle kështu, po ka shumë njerëz që ngatrojnë budallin me robin e mirë. Edhe me robin që i ka kuadrate. Po, unë të du fort, unë të vem rresht, edhe ti e di shumë bukur, unë të vi, si thojmë na kam mirë dita për 24 orë, unë t'i kam borgj, të vi vesh për shoqërinë që kemi. Faleminderit vlla. Tani, po. Pastaj për tjerë, kush doje, le të shajnë, bajnë të kthejnë, se kush shahet vjeta thot fytyrë, ti e di shumë bukur, se na shkoshim e i gjeshim kur kishim nevojë tjerë që na kërkoshin, shashim, na shkoshim edhe i takoshim ku doshin ata. Po, tani flasi pak gringo valla, na fal se hyri gringo, lutem. Po, okej, falë, respekte. Jo rridha s'ka gjë, po gringo. Përshëndetje valla. Mirë valla, si kalon? Në radhë të parë si të kam. Shumë mirë valla, super. Po rridh. Përshëndetje edhe të gjithë çunave që janë këtu. Përshëndetje, me respekte. Respekte vlla. Respekt edhe juve çuna. Lungo. Tani, ti je nga Semani. Po. Tani, ne jemi lara ndaj nga ty. Po. E kupton ma, unë kam shpit të shatë. Tesarra, po. Tesarra aty te kam parasysh ku është, po. E kupton ma, unë jam e bje më Bostani. Nuk paras.
Babai Te Sarra di që është një lokal që pija kafe aty, ka qenë një mandi kishte një loto aty Bravo. Babai im ka qenë ai flokgjati me mustaqe që punonte. Po, flokgjati ishte i po e mbaj mend. Po, le mos fol më. Arri Gjermaniti. Viva? Rike Gjermani. Jam në Itali, vllai. Po ke qenë Gjermani përpara? Po, kam qenë. Babai jot vind dhe më e mora vesh kur sjella, e kuptova. Mustaqja me flokë gjata, e mbaj me para shumë vitesh. Po. Në fund fare kisha të Volvo, babai që ishte te Vodafone. Po, e mbaj mend, po. Do sta ditë që kam ditë në Gjermani, edhe më tha mua, ore Lungo, ne një më tha mua, ore jo i thash, ore një më tha mua ta pale. E kuptoj vlla, po. Si po. Unë e marr vesh. E mora vesh. Në Torino ri vllai, Torino. Po. Torino ka ca çuna që njoh fun aty, nga Firi. Po brenda Torino. Në Torino, po. Po ne nuk mos flas shumë këtu vlla se Më Lungo si dari njerëz, si vizit njofit dynjaja. Me njofi shumë se unë kanë lëvizur shumë, ja kemi Aleksandro këtu e di, Aleksandro. Unë njoh për çdo sepse jam njëri që kam lëvizur shumë vende. Edhe nuk njohi për burr keq, njohi për burr të mirë. Jo, këta që shajnë janë të rëndësishme. Fal pak me gjithë respekt, kështu, qut mirë, jo burr të mirë, se na jena tri gjithmonë. Mos na burr të mirë. Se na jena tri akoma ne. Sekonda. Po gringo. Po lëviz vllai, ju përshëndes të gjithëve të jeni Po thoja kështu Alex, o çuna tregoj çik histori me Alexin unë me Alexin jemi njohur të vitin 99, nuk e di çfarë 2001, nuk çfarë viti ka qenë ato. Në 2000. Tani pyetja është kjo valla. Kemi kaluar bukur, kemi bërë shumë aventura apo jo? Po kemi bërë shumë e lirë, po do i marrim me çdo njeri, nuk ka pyll pa derra, por rasti ka me çan mirë. Edhe mu vjen keq kur hyn najni kështu që bëjnë këto për lojra, për zona, e ju duket vetë kush e di se çfarë. Ma probleme, se problem. E mëlla, e mbi të telefoni, edhe ka shumë njerëz që jetojnë për TikTokun. Po, kurse unë kam venos me marr kështu pa TikTok, do marr çka kam kalu, çka ashtu do i marr me veti, po me çanca ashtu me rasti, janë shumë gabim, shumë njerëz, për shembull kush kritikon, kush bën se kush është burr kritikon edhe vjen fytyrë, edhe na i kena pas do gjëra të bukura, ka ditë kemi qenë dhe ma të ri, edhe ma kalamaj ma mirë me thënë, edhe kena shku ku do që na kanë thirrë, kanë qenë edhe ka 10 vjet, 15 vjet më të mëdhej se ne. Pastaj leku i ban 10 fort njerëzit, po. Po burnia është si puna edukacionit, edukata merret në shtëpi, jo te shkolla. Tani nëse vjen nga një familje e mirë, nuk ka shkolla që të bën rob, të bën familje rob, edhe të bën njëri. Si theti se këtë do ta gjej dhe njerëz se më pëlqeu shumë nga një njeri që kam jetuar dhe kemi qenë shumë shok dhe jemi. Si the që kjo që po bën tani do ta gjej dhe një herë, se ishte shumë e bukur. Vllai dashur, te jesh me edukat, se shumë njerëz ta marrin edukatën për dobësi kur i thon fal tjetrit. Jo që the kjo që po bën ti këtë as për 100 vjet si ishte ajo. Atë po them, ti e bë jashtë rruzë toksore vllai dashur. Është diçka që shumë njerëz e kanë ëndër dhe s'kan mundësi për shkak të kohës e fundit, se për ty s'kam me çfarë me kalu pa bë vllai dashur, se i ke kalu para 20 vjeç, edhe kjo është adicion. Kjo tip bakshish, ti i le bakshish një robi te lokali, edhe ja lën për mi bë mirë e kështu gjëra. Ti këto që po bën tash jashtë diçka që thua, se dhe këto kanë met pa bën dhe po i bëj dhe këto. Po ka shumë njerëz nga nishi gjerë tek 10 nuk ka shkuar akoma te dyshi dhe nuk e din akoma se ku është, se kujtojnë se janë leku, po leku na e kena pa fshite herë në fund dhe Po shumë njerëz nuk e di vallë një pyetje.
Legu s'ban burr kërkën. Burrnia edhe edukata, thashëm, burrnia dhe edukata vjen familje, edhe vjen edukacion. Mirë të Aleksandr. Jo të shkolla. Ale, si pyetje kam Allah. Ama jo Alfe ime ka thy rekorden ato kohë, në 2099. O të du fort, e shok i mirë, unë për net. Që ban me të Alfe 125 që. Ta kena pa bëm të. Si? Flasim këtu, qa kena pa bë, nuk mungot asë i zhamë, vla. Jo, mirë, kurse kur bleva unë atë Alfën atyre, në 99, lotusi. Njerëzit s'kishin tek me hangër bukë, se flenshin për bukjerët njerëzit. Ne pini mjashtë, lotusi, kam be një Alfa 125 që, në Itali, kur erdha në to, po ju s'kishim bicikleta akoma, po përdojnë s'po të rejma, jo të po të Edhe në askull flishin me krevata Kastelu. Edhe në askull i Piceno s'kishin as motora, shqiptar. Jerë për shqiptar ka qenë i pari, nga të parë, jo i pari, po nga të parë. Shqiptar flishin gjumë me krevata Kastelo, të trekaqët, flishin nga shtëpia nga 12 veta, 13 veta. Mos plasim masë, pastaj...